Transmetohet me një ngjarje që me laqja e vdekjes ataku me njeri dhe kur e pyet se është me laqja e vdekjes i thot a ka mundësi para të vdes mi çojsh disa mesazhe. Ta kam i të qu 3 mesazhe. Ta ku të vini 3 mesazh ta përgatitu, ha? Ta 3 mesazhe ti çoj dikuj si vin këto 3 mesazhe, po me një mesazh ose pa asnjë mesazh shkon te Allah. Mirë, po kjo me laqja e vdekjes thot ti çoj 3 mesazhe. Edhe kira atë mo 3 mesazhe me laqja kam i miquan, a ka arru kije se bataria ju ka shim, ka arru se ka dal për rjetit, ka arru krejt që nuk ka lidhje fare në qasë në rjet, për këtë arsye, edhe një dit del me laqja e vdekjes, vedho selamu aleikum, aleikum selam, thot të dos, thot apo mjef, thot qis për njef, thot hajde bujron, mirë se në ke ardë, ma ke pru të një mesazh, thot jo, ka marrë me të morë, si mëra, tha si shkema në muhabeti, as kërë si mi me qu 3 mesazhe, tha po ti kam qu, as ka në ardha, tha jo, s'di gjo, tha i pari mesazh, tha, flok ti ki pas zeza tu pas këndhin. Ta kja mesazh i parë. E diti mesazh, ta e di se kur ushtroshe fitness, 200 kile i ngrejshe, tash shkopin se në ngrej. Ta dopsia pas fuqis. Ta ki ka qenë mesazh i dit. Dhe mesazh i tret, ta shaka shë gërbav ma la ka qume. Pa diti dikon tip, drejt, qiri, ta përshë, ka shbeboj gërbav, kjo të reja ti mesazh, qki tonë se ti me plon 500 vetë s'po mirë shëvesh, as mesazhe s'pi koptoj që, e as do s'në lëkin e rejni s'po ja dishë.